Miqe Mikesha të Olti Curi TV në YouTube, e kam gati siglën, pa më parë në duhet dinë se për çfarë do flasim sot. Kemi një takim të shkurtër, 8 minuta e 30 sekonda, për të folur për ndarjen e madhe. Muri Berlinit u ngrit midis krevatit Miri këtej dhe Selina këtej. Por a do shëmbet ai mur, a do riket një ribashkim midis tyre apo jo? Unë parashikoj kështu, qëndroni për ta parë videon e plot, por ndërkohë kemi edhe diçka tjetër. Kemi finalen e Bigut të Kosovës. Kush do e fitoj Bigun e Kosovës? Ose mirë, kush duhet ta fitoj? Midis Hygertës, midis Ludos, kemi Elionën, kemi Klodin, finalist, kemi dhe Londrimin. Atëhere, pikërisht për këtë do flasim sot. A do të ketë një ribashkim të mirit me Selinën dhe kush fiton Bigun e Kosovës? Ndjekim siglën. Oh, e qam siglën, është një sigël e kemi thënë. Një sigël modeste për një emision të varfër YouTube-i. Mirë. Nysa këtej, yjet këtej, është ndarë Shqipëria sepse kemi dy big. Kemi një big që po mbaron Bigu i Kosovës, Bigu më zhurmë më madh që preku çdo lloj teme, çdo lloj njeriu, çdo lloj situate. U tha që kishin telefona brenda, informacion nga jashtë, produksioni kështu, produksioni ashtu, dolën njerëzit, rihyn njerëzit. Çfarë nuk ka ndodhur? Kemi edhe Bigun e Shqipërisë, ku për 40 ditë ja bën të 40-at krevatit të Mirit dhe të Selinës, një krevat që u mallkua, e u bekua, e u fol, e u stërfol, aq sa ndodhi dhe ajo sa që në mes të krevatit u ngrit muri Berlinit dhe tashmë kemi Mirin këtej, Selinën këtej dhe sa do zgjas kjo? Po, hajde ta diskutojmë, sa do zgjas një situatë e tillë, duke bërë parashikime. Çfarë ndodhi menjëherë nga prajmi i mbrëmshëm, kur doli e vërteta e kutisë së Pandorës, ku dëgjua audio e babait të Selinës që tha për Mirin ato që tha, që duhen psikologë sepse është një veprim prej maniaku. Pra, fjala e fundit u tha aty dhe janë ndarë si asnjëherë më parë. Miri këtej me grupin e tij, me Tankolën dhe me Rogertin dhe Selina nga ana tjetër. Por çfarë po ndodh? Gjithmonë ka një çift lider, mashkull femër ose dy persona pavarësisht gjinisë që sulmohen brenda një reality show. Por, në qoftë se sulmohen deri në momentin që ndahen, patjetër që ai çift do zëvendësohet. Në qoftë se e vrisni mendjen mirë dhe shikoni disa detaje të vogla, pavarësisht se Rogerti po i qëndron afër, Rogerti po përgatit dhe po mbështet shumë Juelën, që ai dhe Juela të jenë Miri dhe Selina e re në atë shtëpi. Po. Mos mendoni se çdo fjalë që është duke i thënë Rogerti Mirit është me sinqeritetin apo me zemrën në plumb të dorës. Por nga ana tjetër, të dielën në mëngjes, sot, patëm një afrim midis Juelës dhe Selinës. Selina foli më shumë se sa Juela, por në qoftë se do shikonit qartazi, ajo ishte një blerje nga ana e Juelës tek Selina për të parë se deri ku ka shkuar raporti i saj me Mirit. Selina tha që ka shkuar në fund të stacionit. Atëherë, imagjinoni pak, gjithë ky rrëfim e vajzave që kanë urryer deri më sot, të jeti sinqert, po. Edhe Selin nuk foli me zemrën në plumb të dorës, po dhe Juela nuk e dëgjoi Selinin me zemrën në plumb të dorës. Në duket se aty brenda Big Brother nuk ka zemër fare, megjithatë po ndodh kjo. Po bëhet gati një çift tjetër. Miri edhe Selina janë ndarë një herë për gjithmonë? Jo. Unë parashikoj se deri në momentin kur ato do shikojnë që çifti tjetër, Juela dhe Rogerti, do forcohen shumë dhe shumë banorë do t'i afrohen atyre, atëherë do të ketë një kthim tek realiteti, do të ketë një kthim tek historia e krevatit. Ndoshta jo një krevat tjetër, por do të kemi një rikthim të çiftit të parë. Po. Rikthehet Miri dhe Selina sapo ta shikojnë se vendi i tyre po zëvendësohet dhe unë parashikoj nga Rogerti dhe Juela. Do ju duket çudi e madhe, sa gjëra duhet ka përcjell mbrapsh, ata të dy dhe banorët, po janë gjëra që ndodhin. Ka ndodhur në historinë e reality show dhe mund të ripërsëriten sërish. Kaq për sa i përket historisë së Mirit dhe Selinës. Të shkojmë tani tek Bigu i Kosovës. Kush ma fiton Bigun e Kosovës? Kush? Që në fillim, historinë e Bigut të Kosovës, siç folëm për çifte, nuk ishte një çift mashkull femër, por spikatën dy djem, ishte Klodi dhe Londrimi. Çfarë ndodhi?
Gjithmonë ka një lider në çift dhe u pa qartë se lideri mes dy djemve ishte pikërisht lundrimi. Nga mënyra ekstravagante e lojës, nga mënyra ekstravagante të sjellurit, nga mënyra se si afronte dhe largonte banorët e tjerë, nga mënyra se si menaxhonte lojën në çift në emër të tij dhe në emër të Klodit. Klodi, për mendimin tim, ka qenë gjithmonë një violin e dytë. Por të mos bëjmë parashikime vetëm për këtë çift sikur të tjerët nuk ekzistojnë, sepse finalja ka patur dhe ka 5 emra. A mund ta fitoj Bigun Ludoli? Po si filloi Bigun Ludoli? E filloi duke ecur me ngadalë, duke dëgjuar më shumë se sa duke folur, nuk ju afrua dot banorëve më simpatik, por u afrua me banorët antipatik, por edhe pse antipatik ishin banorët më të klikuar në rrjet. Ai nuk e pati për turp fare që t'i fus krahun në lojë dhe të bëj shok të ngushtë Labinot Rexhën, Alba Pollozhanin, që ndante publiku në mes, gjysma urrente, gjysma e dashuronte, dhe në fund fare Benitën. Po, Benitën e paragjykuar, barbi silikon, bjonde, nuk di të luash, di të thuash, di të bësh, di të bësh. Pra, Ludo ka ardhur aty me 3 paterica. Një patericë nuk arriti ta çonte në finale sepse Benita doli. Madje doli, ndoshta edhe penalizuar, sepse qëndroi pranë Ludos duke bërë vegla e tij, siç thonin të gjithë banorët e tjerë. Tjetra ishte Ygerta Sako. Ygerta Sako erdhi urtë e butë, më shumë me emrin e saj, me pozicionimin e saj, me një grua në moshë të Ygertës, me karrierën e Ygertës, e cila asnjëherë nuk e tha fjalën e fundit të parën, duhet thënë kjo gjë. Por nga ana tjetër, nëse Bigu kërkonte dhe kishte banorë shumë agresiv aty brenda, ajo paqja e Ygertës ndonjëherë dukej sikur vinte nga një realitet tjetër. Po ky realitet tjetër a është kaq i fuqishëm sa të mbledh vota dhe ta shpallë Ygertën fituese? Unë them jo. Kështu që Ludo dhe Ygerta, për mendimin tim, bien menjëherë nga froni i treshes fitimtare. Kush na mbeti? Na mbeti Eliona. Por çfarë do bënte Eliona brenda shtëpisë pa provokimet e Labinotit, të tepërta, por provokimet e Labinotit, që bën që Eliona të merret në mbrojtje nga 2 djemt, Klodi dhe Lundrimi. Edhe Eliona, duhet të thëmë të vërtetën, pavarësisht simpatisë, është një vajzë 18 vjeçare me problemet e saj familjare, me të shkuarën e saj, e kanë sulmuar shumë për një gjë të tillë, edhe për moshën dhe për sjelljen dhe për historinë familjare. Por duhet thënë që Eliona çfarë do bënte brenda shtëpisë pa Klodin dhe Lundrimin. Atëherë mos kemi të bëjmë me një vajzë e cila dyshon shumë për ta marrë fitoren. Mund të ketë votat dhe mbështetjen e një kategorie njerëzish të caktuar, ndoshta moshatarët e saj, ndoshta të rinjt, por a mjafton kaq për të mbyrë fronin në Bigun e Kosovës? Nuk e di. Unë dyshoj që jo. Atëherë mbetet Klodi dhe Lundrimi. Tani flisni ju. Në qoftë se do ishte një Big Brother vetëm me Lundrimin, pa Klodin, do e shikonit? Unë kam përshtypjen që po. Po një Big Brother me Klodin pa Lundrimin? Të mos harrojmë se Klodi u ndihmua shumë edhe nga historia me Elionën, por edhe nga Benita e famshme. Çfarë do bënte Klodi pa Benitën dhe pa Elionën? Kështu që ai ka marrë vetëm ndihmë, edhe nga Lundrimi dhe nga Benita dhe nga Eliona. Kush është ai që nuk ka marrë ndihmë nga askush? Pra, nëse do e shikojmë fitimtar, do e shikojmë të vetëm, pra fiton sepse e meriton dhe ka qenë vërtet luani i xhunglës aty brenda, unë mendoj se Lundrimi, kështu që të shohim deri në fund. Pra shikimi im dhe vlerësimi im shkon për Lundrimin.